Temperaturat e nxehta të motit të kësaj vere kanë rritur numrin e pacientëve me shqetësime shëndetësore që paraqiten në urgjencën e Spitalit të Gjirokastrës. Janë rreth 70 raste në ditë që paraqiten në këtë urgjencë si shkak i komplikacioneve nga moti i nxehtë i stinës, problemet kardiake, si dhe pickimi nga insektet. Më shqetësuese janë raste dhe problematika shëndetësore që shkakton stina e nxehtë për fëmijët të moshuarit dhe të sëmurët kronik. Një fluks të konsiderueshëm vizitash gjatë verës ka përballuar dhe qendra shëndetësore turistike. E vendosur në zonën muzeale në këtë qendër janë kryer rreth 350 vizita mjekësore. Përfshirë dhe turistët që janë asistuar nga bluzat e bardha gjatë stinës së verës. Kështu thot për Blu Televizion Jona Leka, përgjegjëse e urgjencës në Spitalin Omer Nishani Gjirokastër. Në këtë periudhë të vitit, urgjenca paraqet numrat më të lartë të ardhjes së pacientëve të regjistruar për vizita, por edhe për trajtim në spital. Numrat janë rreth 60-70 pacientë në ditë. Arsyeja e ardhjes në spitale është ndryshme. Kemi pafund shumë raste të cilat lidhen me problematika të zemrës, të trurit, dhe kjo është arsyeja kryesore e ardhjes në spital, por kemi edhe motive të tjera ku numrat janë vërtet në rritje të infeksioneve të traktit tretës, gastroenteritet, pra pacientëve që paraqiten me barkat, villa dhe temperaturë, por edhe të ftohjeve, mundësisht edhe që mund të jenë shpesh edhe nga ajri kondicionuar apo ajri freskët, siç janë ftohjet e rrugëve të frymarrjes. Traumat kanë qenë gjithashtu të pranishme, është momenti i turizmit, edhe aktivitetet e ndryshme të lidhura me turizmin bëjnë që edhe numri i traumave të jetë mjaft i lartë. Natyrisht është punuar me çdo pacient, pacientët kanë qenë jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj. Është dhënë shërbimi pa diskriminim për cilin do qytetar, por numrat vazhdojnë të jenë të lartë dhe prandaj u bë thirrje edhe qytetarëve që të jenë të kujdesshëm nga lloji i ushqimit i konsumuar, nga qëndrimi në ajër në kondicionuar. Sipas bluzave të bardha në qytetin e Gurt, kontrolli i vazhdueshëm shëndetësor do të evitonte komplikacionet mjekësore për popullatën gjatë stinës së verës.